Përshëndetje, deshta me thonë diçka su kur t'i shënkon patriota në 2015, kur e kanë votu gjykatën speciale, me 17 s'kishëm pas nevoj me dalë, heshëm protest, po kishëm dalë, kishëm festu, kishëm knu, kishëm këcy, kishëm ladru për ditën e pavarësisë, e jo tash në ditën e pavarësisë më marrë me protesta. Tash a është ditë proteste, a ditë gëzimi, se na keni përzi këtë farë ditën, as më shë me gjithë, burë një ditë për masa, një ditë për para, a një java e protesta është njëjtë bre burë. Atem, se jo politike po thojnë, për gjithë shka mundët me konë, mo veç politiko ma shumë të kjo punë. Me lanë ditën e pavarësisë, me lanë protest, po më pas qu atëherë 200.000 që po thojnë kanë marrë 200.000 e 300.000, inshallah dalin edhe 400.000. Po më pas qu që ta gjenë në atë kohë, s'kish pas nevojë sot me hargju gjithë të pare me shku në protesta, e shkoja nej, e ladrok nej, e të pushte për vjetë. Njëherë me pas dalë 200.000 në 2015, mo për ton jetën ishëm kanë rahat, s'kishëm pas nevojë hes me dalë as kurgjo. Po tash në atë kohë, kur theshëm na mos e votoni, delshin do dhe theshin ja, po nuk ban kur qysh pa votua, din. Tash vesh ngone shka thet. Ngone. Që po e kundërshtojnë gjykatën speciale. E gati të gjithë ata që po ja kthejnë fjalën shefit, morën pjesë në mbledhjen e grupit. Që shefi shka ka thonë atëherë. Bile aty erdhën edhe zëvendësministra e ministrat e dikurshëm. Pas një ore sa zgjati muhabeti me deputetët prapa dyrëve të mbyllura, doli kryetari Hashim Thaçi, ai u ndal edhe para mediave. Besoj, por edhe ishte edhe shef, por edhe rekomandim që gjatë javës së ardhshme. Rekomandim. Speciale. Ai tregoi edhe pasojat nëse nuk votohet gjykata speciale, që po konsiderohet si obligim ndërkombëtar shtetëror i Kosovës. Është në interesin edhe të kaluarës, edhe të së ardhmes së shtetit të Kosovës dhe e vazhdimësisë së thellimit të partneritetit me Bashkimin Evropian, me NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ai nuk tregoi se pinte pa dëgjueshmit e partisë së tij për ta ndryshuar mendjen. Njësoj u larguan edhe deputetët dhe zyrtarët e tjerë të PDK-s, e Ganimete Mosliu që po e kundërshton specialen, përsëri nuk veproi si shumica e kolegëve, ajo u ndal para mediave. Anit po thet atëherë thet mos me votu gjykatën në atë kohë, i prishëm marrëdhëniet me Amerikën e me Bashkimin Evropian. Po tash me dal me protestua, nuk i prishëm marrëdhëniet se atëherë kur e ke votu, ke thonë që është në rregull, këtë mirë, mos me votu ka pasojat mëdhaja, kurse voton o tradhtar i kombit, i një të padishëm, i një kështu, i një ashtu. Tash, apet padishëm, e apet tradhtar, qaj që është kundra juve, burë. Atëherë tradhtar, sot tradhtar, nesër tradhtar, ama veç jo patriota, edhe nuk e di ka dënë me shku kështu. Pse quhet njeri, thet e njeva një deputet për dykës, tha gjykata është drejt për zdrejt e Serbijës. Po qysh bre, në qësa është e Serbijës, se qysh e votut, pra, që to s'po mëj me kuptu, a është e Serbijës, okej, po edhe në po tham që është e Serbijës. Ama pse votut, kur e keni di që është e Serbijës, pse votut? Se me zërtë qef ka marrë dorën kërkush me që për pjetë bre? E tash pa në ku, jo, pa anena e po të njena. Vete keni votu, burë, vetë anena, vetë tash sot, një fjallë me folë dikush, a kjo tradhtar, e kjo tradhtar. Pa atëherë tradhtarin jo që keni votu, që keni që dorën, të edhe të dy deputetin e konë që keni votu. Edhe sot shitit patriota. Unë veti njën e tha do me shku në protest, ashtu në nuk mëj me shku me një protest, me mdol për para me folë që ka votu gjykatën sot më shqit patriot mu, edhe me dola në binë me folë une me ngu ato, aje ka votu gjykatën speciale, une me ngu ato. Thash, vesh pak do të më nalë me menu,
qysh mundet njëri me shku në atë protest ato, me ngu që ata njerës që kanë votu, me dal me të folë për para. Që se e thirë dikush tjetër, okej, ama për të thirë për dëkëja protestën, pse e ka votu vetë gjykatën, tash del vetë kundra asajna, s'pëtim shka me bon, juve për jenë nërmen shumë vënd. Sukura e plaka kërë kështë pas kry punën, e msheli deren me shull, tha ma, tha s'ka me ndodhë, pa i veç që kështë pas kry punën. E jo, për kry një punë, për hinin me nërë me thonë, fella ma fellë në mëtë, e tani, jolla po kena gabu atëherë. Pa një delë të dojë pra, kum gabu, kërkoj falje, sa shkurgjon. Ama jo me nashit men tash në ditë sodet me mdall ato, qaj njëre që ka votu me mdall ato për para dhe më thonë rënoftë që këja e poshtë gjykata, a vetë e ka votu. E unë do të merrej shuplak për qatë njëri. Pës moj merrej shuplak pra se njerëzun. Po jo po ti je kundra atina ti, jo unë jam kundra hajnav, kundra që atyne që kanë votu gjykatën speciale, kundra që atyne që kanë votu gjykatën kundra UÇK-s, se sot për dini, po thani që gjykata është kundra UÇK-s, në atë kohë kërë keni votu, kur s'keni thonë që është kundra, keni thonë është për të mirën në UÇK-s, në atë kohë keni thonë gjykata, nëse votohet gjykata, është për të mirën, se jo e la, një është për la, një nena, jo kënena, e tash për dilin për më thani jo po kështu, jo pa ne, jo po kënej. Në ka me dy biga nuk shkon njëri. Do të sa nena ose kënena, s'ka rrugë tjetër ato. Opa!